Enes Shkëndia bën të dielën detyrën në kampionat, 3 pikë të rëndësishme me Tikveshin në Kavadar, tashmë është ndeshja e kupës e para gjysmëfinale. Si është atmosfera në skuadër? Atmosfera në skuadër është shumë e mirë, domethënë pas një lojë shumë të rëndësishme në Kavardarci. Tash të gjithë e dimë se Shkëndia është klub i madh me objektiva shumë të mëdha. Objektivi më i madh është normalisht titulli kampion, tash i gjithë fokusi është nesër në kupë kundër Strugës. Gjysmëfinalja e kupës na përplas me Strugën, një skuadër që garën e kupës e sheh si mundësi vetme për dalë në Europë, sepse po vonon në kampionat, por Shkëndia nuk e fsheh sepse do të fitojë edhe kupën. Si mund të presim përballjen e nesërme? Kjo që thë është shumë e vërtetë, kjo do me thonë që presioni më i madh është tek Struga, jo te ne. Nesër dalim dhe luajmë me 0 presion dhe të gjithë e dimë se si kemi kaluar herën e fundit në Strugë. Mund të them lirisht që një ndër paraqitjet më të dobta të Shkëndijës ka qenë aty në Strugë ku hupëm 3-0 dhe kjo duhet të jetë mësim për nesër që të dalim ta japim maksimumin dhe mos përsëritet 2 herë ajo që ndodhi në Strugë. Nesër skuadra do të luajë pa përkrahjen e publikut, mendon që kjo do të ndikojë? Unë mendoj që publiku të të varë gjithmonë ka qenë një farë lloj ndihme për Shkëndijën, po këtë do të bëjmë për publikun të varë. Dhe mendoj që do i kënaqemi ato dhe do dalmi fitues. Janë 2 ndeshje. Mendon që ndeshja e parë do të përcaktoj apo Shkëndia shkon dal nga dal? Ne do shkojmë për të fituar normalisht, po janë 2 ndeshje, siç e the edhe ti, gjithmonë ka një shans të dytë dhe çdo rezultat pozitiv nesër do jetë më lehtë për ndeshjen e dytë.